Shumë e lehtë të thuhet vetës, po në Ramazan bukën e lash për hir të Zotit, edhe ujin e lash për hir të Zotit. Pse sot nuk jam gjendje me e lënë një ves, një shprehi të keqe, një vepër të keqe, një mëkat, një çka të qoftë. Domethënë ti e ke pa veten tonë se ke potencial. E tash duhet me e pas një farë relacioni korrekt, po njëkohësisht edhe serioz me veten, me egon posaçërisht, me bën një lloj dualizmi edhe me gishtin tregues me gishtin e akuzës që i thonë me e kthy kahvetja dhe me i thonë ti në Ramazan bukën e le, edhe pse uriteshe, po prap nuk haje pa ardh iftari. Të kapte etja nuk pije pa ardh iftari. Pse tash një gjë për cilën le që nuk ke nevojë, por është e tepërt në jetën tënde. Është e dëmshme për ty. Tash edhe në perspektivë. Këtu ja shesherin, po posaçërisht kur do të dalësh para Allahut fuqiplot, edhe nuk do të ndihesh krenar me atë vepër, po edhe mund të ngarkohesh aq shumë sa që të rrezikosh edhe suksesin e jetës së parteme. Pse mos me braktis, ku është fuqia jote? Cili je ti? Me i thon vetës. A je ai devotshmi i Ramazanit apo je ky gjunaqari i pas Ramazanit? Mendoj do kësi biseda, do kësi monologje janë shumë të dobishme për neve që njeriu secili në mënyrën e vet me ju çasë vetës edhe për një mend me qitën pa pikrisht atë potencialin e qëndrueshmërisë për hir të Zotit.